Kam 2 javë që kam ardhur nga jashteti. Ku ardha nga shteti, pas 2 ditëve, çupa më ankojshe nga stomaku, kishte edhe të vjedha. Po vata në farmaci të minja i mora ca ilaçe. Ato ilaçe s'kishte përmirësim. Aty e kishte marrë mamaja e kishte shpër në spital. Më merr mamaja, hajde, tha, se çupa tha është e sëmur. Vete në spital, i bëjnë analizat, i bëjnë ekon, ekoja i doli tamam, si tregonte që kishte ashtu. Tha i doktori, tha, po ekoja nga ndonjëherë nuk tregon mirë, tha. Analiza, tha, e nxjerr, tha, që ka pandesit. Kush doktor? Kyja, Niko, si e ka i, Munka. Okej, tham doktor, ta bëjmë operacion, po çupa kishte pir ujë ato ditë dhe nuk e bënin dot operacion atë ditë, e lanë për mëngjes, më 7 mëngjes. E bën operacionin, doli nga operacioni mirë, e lanë në dhomë atyja. Pasaj thanë edhe që ka infekcion, tha. Do ta mjekoj edhe nga infekcioni. Jo, okej, thamë. Nisi pasaj, tha, do infekcionin, tha, do dojë mamaja tende, tha, që ta bëj, tha. Në prezencë të mamas tende, tha. Në prezencë të mamas time, ajo kishte bërë veprime të tjera që i nxori çupa tani në fund, se ishte afruar çupa. Çfarë ka treguar çupa? Çupa ka treguar që ajo babi më vinte dorën kështu, më aplikonte ajo kremin, duke ditur që mua më tha do ta bëj nën e tia. Aty ishte agravuar çupa, ditën e mbrëmë ishte afruar çupës dhe ta puthe. Ja kishte zënë fytyrën që ta puthe. Në praninë të nënës tuaj? Jo, me nënën time kur rynte aty që i aplikonte ateja, i theshte nënës, ti mos shiko ti këtej, i theshte. Janë tëra dhe i kanë dhënë aty në polici të tëra i kanë dhënë. Pra ti thua që ka ndodhur 2 herë ky rast brenda 2 ditësh, apo jo? 2 ngacmime brenda 2 ditësh. E kanë ngacmuar në mënyrë të përsëritur? Në mënyrë të përsëritur, thot vajza. Në mënyrë të përsëritur, po nuk të thesh aty ta se kisha hallta se bëheshe sherta edhe ashtu tha e largojnë ata, po ai tha sapo vite tha po bënte veprime. Ditën e fundit e mora vesh unë gjën që kështu që u agravua vajza që bëri nën. Çfarë bëra? Lajmërova policinë. Ju patët në një komunikim me mjekun pas kësaj situate? Jo, unë atë ditë që më tha vajza, duhet të vish babi, tha shpejt, o tha se këtu tha nuk durohet me. Ku jetoni? Unë jetoj jashteti. Dhe keni ardhur erdhët për pushim? Për pushim me 2 javë, e më zuri këte kjo gjë. Si është gjendja e vajzës? Me një vajzës është çfarë të llafosun tani. E shqetësuar, nuk ja priste mendja në këtë vend se dhe kemi ndonjë shumë vite ande, nuk na i priste mendja që akoma 2026 të jetë kjo gjendje këtu ja me këta pedofila. Edhe kërkoj nga drejtësia se më thanë se këtu s'ka drejtësi, s'ka çdo gjë. Edhe në spital që isha pa lek në dorë nuk të zinte njeri me dorë. Edhe i kanë dhënë, po them edhe hapur që i kanë dhënë dhe lek në dorë, edhe po kërkoj këte, vetëm drejtësi. Pres që të marrë maksimumin, sa hy person me sa mora vesh unë, e ka bërë shumë rastit të tjera. E kam pasur besimin e plose, e pas burë të moshuar, me mendimin që dojë doktor me eksperiencë, o pas ka qenë pedofil qartë të them unë. Vajza juaj ku ndodhet aktualisht dhe si është gjendja e saj emocionale? Në shtëpi, është të merë, qartë të them. Do largoheni pa në Gjermani? Kam edhe një avleje, javle dhe nuk e di, po pa e ashtu këtë çështje nuk e le. Vetë i kanë dhe do zë avokat kush ma ndjek çështjen, po nuk do ta le në asnjë mënyrë. Në momentin që ka ndodhur kjo situatë, ka pasur infermiera apo mjek të tjerë në Në dhomë. Kur bente këto gjëra ky, mamaja time dhe vajza ka qenë.